Një ankim për parime ka konsideruar kryeministri Edi Rama kërkesën kushtetuese për masën e sigurisë pezullim nga detyra për Belinda Ballukun, e cila mban postin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës. Gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK-ut vendosi që Ballukut pezullohet nga detyrat qeveritare pasi u mori pandehur lidhur me tunelin e Llogaras. Por në videomesazhin e tij Edi Rama shprehet se kjo ankesë nuk ka të bëjë me një individ, por me një ndërhyrje të një pushteti të pavarur si kundër është gjyqësori, një tjetër pushtet pavarur si kundër është ekzekutivi. Mesazhi i dytë i Ramës brenda 24 orëve, ndërsa nesër pritet që kushtetuesja të marrë në shqyrtim ankimimin e bërë nga qeveria, është një përgjigje edhe për pretendimet e kreu demokrat Sali Berisha, i cili u shpreh se nuk ka asnjë opinion nga Venecia në rastet e pezullimit të funksionarëve nga detyrat e tyre, përfshi këtu edhe ministrat. Duke u përgjigjur Berishës, që e akuzoi se gënjen për Venecian, Rama thotë se këneta nuk gjen dot një rast pezullimit ministrit me vendim gjykate në Europë. Pavarësisht nga unë, nga ne, nga ata që sot jemi dhe nesër jemi, nëse pezullimi i një ministri nga një prokuror dhe i gjykatës do legjitimohej si një e drejtë e lishme e drejtësisë, atëherë shtrirja e krahut të gjyqësorit për te kufirit ndarës me ekzekutivin do krijonte precedent të rrezikshëm dhe kërcënues, sepse duke i hapur rrugë presioneve politike ndaj qeverisë dhe stabilizimit institucional, do ndodhte diçka që është e panjohur në Europë. Duhet jesh krejt i verbuar nga urrejtja për ta kthyer dhe këtë konflikt kompetencash mes ekzekutivit dhe gjyqësorit në një konflikt politik, siç bëjnë për çdo gjë të mbyturit e kënetës, hidhen përpjet mbillumin e tyre për të kapur nga dyert e prokurorisë ushqimin për opozitarizmin. Në këtë rast nuk e tregojnë dot një rast në Europë dhe botë, po do duan që u pezulloka antari i qeverisë me vendim gjykate, nuk e gjejnë dot se nuk ka dhe nuk kanë se si dhe ku e nxjerrin. Pezullimi i një ministri me iniciativën e një prokurori dhe një gjyqtari është rrëmbimi i kompetencës së kryeministrit. De jure quhet pezullim, por de facto është një shkarkim që kryeministri duhet ta formalizojë me që e mendoi prokurori dhe e vendosi gjykatësi me detyrim për caktim. Të pezullosh një ministër nuk do të thotë pezullosh një funksionar publik, por do të thotë të asgjësosh pa fat një autoritet me fuqi ekzekutive vendimarrëse. Nëse ministri pezullohet, zëvendës ministri nuk e ushtron dot autoritetin ekskluziv që kushtetuta ja jep vetëm ministrit për të përfaqësuar sektorin edhe në Këshillin e Ministrave dhe për t'i propozuar qeverisë vendime thuajse të përjavshme për sektorin, u shpreh Rama. Ky i fundit thotë se kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lënë atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme mes kufirit ndarës të pushteteve, dhe në vijim kryeministri thekson se mesazhi i tij nuk ka lidhje fare me presionin ndaj gjykatës. Presion gjykatës? Kryeministri nuk duhet flas për një proces gjyqësor. Me një pjesë nuk kemi kuptuar, prandaj jam këtu duke e nisur me pyetjen: a e dini se kush e ka ankimuar në kushtetuese pezullimin e ministres? E kam ankimuar unë si kryeministër dhe jo për individ një ministër që në këtë rast është zëvendës kryeministër, por për parimin e mos cënimit balancës mes pushteteve, për parimin e mos ndërhyrjes në një pushtet pavarur, e mos marrjes kompetencave të kryeministrit dhe presidentit nga një prokuror a gjykatës. Unë jam palë dhe flas si palë, nuk i bëj presion askujt. Unë flas për publikun, për një proces që vendos jo për mua, por për balancën e pushteteve, për lirinë kushtetuese të kryeministrit për të vendosur për ekzekutivin dhe për bërjen e tij të drejtën ekskluzive të parlamentit për të miratuar ose jo për bërjen e një qeverie, deklaroi më tej kryeministri Rama.